që po zhvillohet aktualisht për kreun e Partisë së Lirisë, presidentin e Partisë së Lirisë Ilir Meta, janë avokatët dhe është edhe zoti Edi Blushi, fjala e cilit është duke u mbajtur në këtë çaste. Nuk më kanë vënë në dispozicion një pjesë të mirë të akteve të dosjes të kërkuara nga unë me insistim në seancat gjyqësore. Madje në seancën e fundit mu dorëzua nga prokurorët një dëshmi e cila kishte vetëm 3 faqe, por që nuk dije se sa faqe nuk i gjendesh. Nuk dua të zgjatem me plot anomali të tjera të kësaj farse gjyqësore, që s'ka asnjë lidhje me procesin e rregullt ligjor, sepse avokatët e mi të nderuar, zoti Kujtin Cakani dhe zoti Gylsen Zhlima janë aty për të dhënë sot çdo serim me transparencë dhe profesionalizëm. Por shkurtimisht, dua t'ju theksoj me përgjegjësi absolute se edhe pse kemi hyrë në vitin e 8 të hetimeve ndaj meje, nuk ekziston asgjë kundi, asnjë provë apo fakt penal kundër meje. Edhe pse kemi insistuar në çdo seancë që prokuroria të dorëzojë listën e provave të pretenduara prej saj, kjo gjë nuk ka ndodhur në shkelje të procesit të rregullt ligjor. Lidhur me akuzat për çështjen Çezdia, dua të theksoj se kjo çështje është gjykuar 2 herë brenda vendit dhe në arbitrazhin e Vjenës. Lidhur me gjykimin e saj, brenda vendit ton, asgjë kundi dhe asnjëherë nuk është përmendur emri im. Ky është edhe vendimi i gjykatës së lartë për çështjen Dia, ku asgjë kundi në asnjëherë të këtij vendimi prej 31 faqesh nuk përmendet emri i presidentit Ilir Meta. Po kështu, çështja Çezdia është e vetmja çështje ku shteti shqiptar nuk ka dalë me humbje, por me fitim, pasi dëmi efektiv për shtetin shqiptar ka qenë rreth 1 milion euro si aksioner me 24% të kompanisë Qes Albania. Ndërkohë që zoti Kastriot Ismaili janë sekuestruar mbi 4 milion euro që në vitin 2014. Ndërsa lidhur me spekulimet mediatike të shpërndara nga i media sorosiste, duke ju referuar arbitrazhit të Vjenës, ka 2 sqarime të qarta zyrtare dhe publike të bëra nga Clifford Chance, studio ligjore që mbrojti interesat e shtetit shqiptar, kurëzohen të gjitha këto spekulime. Janë pikërisht këto dokumenta, cilat ne do u avem në dispozicion, janë bërë dhe publike prej kohës në fakt, por që qëllimisht nuk jepen në media. Po kështu, dëshmit e zotit Hesek në prokurorin e Tiranës në dhjetor të vitit 2011 janë të plota dhe shteruese se si është përzgjedhur Dia nga bordi i Qezit pas prezantimit të bërë në Prag dhe propozimit të bërë në mars 2010 përpara se të regjistrohej në Tiranë në datën 4 qiteti 2010. Po kështu janë të qarta në këtë dëshmi edhe referencat amerikane që ka paraqitur Dia për të fituar besimin e bordit të Qezit në Prag. Po kështu është e njohur edhe partnerja amerikane e zotit Ismaili në Dia, e cila është përfshirë edhe në gjykimin e brendshëm pra në atë shqiptar, edhe në arbitrazhin
e Vjenës. Lidhur me akuzën për lobimet, dua t'ju siguroj se nuk ekziston asnjë provë apo fakt që Ilir Meta të ketë shkelur ligjin shqiptar apo amerikan, por nuk ekziston asnjë fakt gjithashtu që Ilir Meta të ketë patur dieni që një person tjetër, shqiptar apo amerikan, po shkelte ligjin për llogari të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nënvizoj se kontrata e Lëvizjes Socialiste për Integrim me kompaninë GSIS është shumë e mirë detajuar dhe parandaluese për çdo veprim të dyshim nga cili do. Kur të mbarojë seanca paraprake, ne do të publikojmë kontratën, por edhe letër porosit e dërguara, të cilat kanë synuar jo zbulimin e së vërtetës, por mrekullimin dhe fshehjen e të vërtetave. Lidhur me çështjen e pasurisë dhe deklarimeve të pasurisë, dua të theksoj se akuzat e 3 prokurorëve janë të bazuara mbi të pavërteta dhe falsifikime. Me këtë rast, dua të falenderoj vajzën e madhe Bora, e cila ka porositur një akt ekspertimi ligjor financiar që do ta paraqiti në gjykat, i cili rrëzon pretendimet absurde të prokurorisë, ku provohet se të ardhurat e mia të lishme për vitet 95-2023 janë mbi 87 milion lekë të reja, pa llogaritur faktin se të ardhurat e mia si deputet fillojnë që në prill të vitit 1992, apo pagesat si ish president në vitet 2024-2025. Shpreh keqardhjen time të thellë për harxhimet e pafundme që kanë bërë 3 prokurorët e Spakut me letër porosit e tyre anë mban planetit tonë nga Britania e Madhe në Afrikë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar pasuri të patundshme apo llogari bankare të fshehura nga ana ime. Jam krenar që ky hetim për ndjekës dhe bazuar vetëm mbi shpifje ka rezultat shumë të qartë. 0 qindark e pa deklaruar apo e palishme nga unë, 0 metër katror apo pasuri e patundshme e pa deklaruar nga unë apo e sekuestruar nga Spaku. Duke qenë i bindur se avokatët e mi të nderuar, zoti Cakani dhe zoti Zhlima, do ju përgjigjen me transparencë, dua t'u siguroj se jam i hapur për t'ju përgjigjur çdo pyetje tuaj në mënyrë të drejtë për drejtë këtu në IEPV 313 Jordan Misja. Siç e dini, edhe në Rusi lejojnë media të intervistojnë kundërshtarët e regjimit në burgje, ndaj kjo mundësi s'ka se t'u ndalohet edhe ju. Ky ishte mesazhi i zotit Meta, tani më lejoni t'i kaloj fjalën avokatit Kujtim Cakani.